E vërteta është sot se si kur më parë, plazhet e vendit janë bosh, jo gjysmë bosh, por shumë më tepër se gjysmë bosh, nga Saranda në Shëngjin dhe më lartë. Dhe faktori më shkatrimtar për turizmin, më toksik, është Narko Euro, e cila ka rënë me 32%. Imagjinoni ju, turisti që e mirë të dhomen me 100 euro, duhet ta paguajë dhomen me 130 euro. Turisti që merr një dhomë me qera diku për të gatuar vetë, e gjen 30% më shtrejt dhe i gjen ushqimet më shtrejt se në vendin e tij. Tirana, si që jeni ju vetë dishpitar, sipas statistikave më serioze të Eurostatit, është qyteti më shtrejt në raport me të ardhurat, pas i dytë në Europë më